Mirëmbrëma, mirë se vini edhe në këtë të martë në Studio 24, ku do diskutojmë sërish për atë që pritet të ndodhë të enjten në Parlamentin e Shqipërisë. Është zbardhur deri diku agenda, pritet që të hidhen për votim të dy raportet, për çështjen Balluku e kanë fjalën gjithmonë, si raporti i Partisë Socialiste ashtu edhe raporti i Partisë Demokratike. Dihet tashmë qartazi se u bë ditur nga vetë kryeministri se socialistët do të votojnë kundër heqjes së imunitetit të saj, ndërsa demokratët do të votojnë pro. Ka patur një reagim sot nga ambasada amerikane, e cila është pyetur në fakt nga News 24 dhe Balkan Web për çështjen e imunitetit të zonjës Balluku dhe mbi zhvillimet e fundit politike në Shqipëri dhe ka theksuar rëndësinë e pavarësisë së institucioneve të drejtësisë. E pyetur specifikisht nga News 24 për një qëndrim lidhur me refuzimin e Partisë Socialiste për t'i hequr imunitetin Ballukut, e pandehur për shkelje të barazdisë në tendera në disa raste, një zyrtar i ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë shkruan: pavarësia e institucioneve të drejtësisë në Shqipëri mbetet thelbësore për vazhdimin e bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në luftën kundër krimit ndërkombëtar. Në përgjigjen e emailit nga ambasada e SBA-s thuhet gjithashtu se nuk kemi koment për çështje ligjore të cilat janë në proces. Sot ka patur një reagim edhe nga kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike zoti Bardhi në lidhje me gjithçka u tha një ditë më parë nga kryetari i Partisë Socialiste Rama, i cili ndër të tjera, përveç se i sugjeroi të vetëve të mbyllin gojën, reagoi edhe ndaj zyrtarëve të SPAK-ut, sërish i kritikoi ata. Kështu që ndjekim Ramën dhe ndjekim dhe reagimin e Bardhit dhe menjëherë ju prezantoj me panelistët dhe nisim diskutimin këtë mbrëmje. Për legitimuar kërkesë ekstreme, arrest, pa gjyq. Duke na vënë në pozitë absurde ne, shumicën socialiste, që i kemi dhënë shpirtin betejës për reformën e drejtësisë, po i kemi vënë dispozicion dhe lëkurën drejtësisë pavarur. Bëni që kemi për të bërë. U është parë kjo forcë politike në historinë e Europës? Objektivi kryesor i Edi Ramës ishte viktimizimi i Belinda Ballukut, qeverisë së tij dhe atij vetë, duke u përpjekur të diskreditojë publikisht prokurorinë dhe SPAK-un, si dhe të minimizoj rëndësinë e provave të paraqitura nga prokuria. Por Edi Rama, siç tashmë është provuar për 13 vitesh, ndryshe flet dhe ndryshe vepron. Ai flet për pavarësi të drejtësisë, por voton kundër drejtësisë. Me mua në studio është zoti Alfred Muharremi Kika, antar i Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste. Mirë se vini, kënaqësi të jemi së bashku. Me mua në studio është Altin Kaziaj, avokat i mirënjohur. Mirë se erdhët, kënaqësi të jemi së bashku sërish në këtë mbrëmje. Është me ne në studio gjithashtu edhe avokati tjetër i mirënjohur Arbër Hoxha. Mirëmbrëma, kënaqësi të jemi së bashku këtë herë në studio. Dhe gjithashtu kolegu im gazetar analist zoti Lavdërim Lita. Mirëmbrëma, mirë se erdhët, kënaqësi të jemi së bashku. Por kë e kishte atë mbylljen e gojës? E ndjet ju në lëkurë? Po, besoj ishte shumë i qartë edhe në insertin. Pra, mimika e mbylljes gojës është që ne jemi ata të cilit kemi dhënë shpirtin edhe kemi qenë në reformatorët ose më saktë framurtarët për reformën e drejtësi dhe i kemi dhënë pavarësi kësaj reforme që të bëj çfarë të dojë dhe të luftoj krimin në çdo nivel, edhe nivelit të pushtetit, pra qoftë korrupsionit apo çdo lloj vepre penale tjetër, dhe nga ana e Partisë Socialiste kur nuk do të ketë nuk do të ketë më saktë sum politik ose përballje politike në lidhje me ato të cilët ata bëjnë. Pra nuk do të ketë koment. E kuptoj. Po tani, ju si e komentoni këtë vendimin që morën socialistët në grupin parlamentar? Vendimi është shumë i drejtë. Vendimi është shumë i drejtë në proporcion edhe me kërkesën që ka kërkuar ky organ. Pra, ne kemi të bëjmë një çështje e cila është në hetim,
ende, është një akuzë e cila është për pavarësi tendra dhe automatikisht në momentin që është kërkuar pezullimi i zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjetikës zonës Belinda Balluku, ka qenë për shkakun që mund të prish provat, pavarësisht se kemi të bëjmë me mund të intimidoj dëshmitar, pavarësisht se kemi të bëjmë me çështje të cilët kanë para 6 viteve, të cilët janë mbyllur si dosje pra prokurimet në këtë flas për tendrat të cilët ajo akuzohet, dhe në këtë rast kemi të bëjmë me një person i cili është i pezulluar, nuk ka më funksionin, pra sepse pezullimi është për funksionin për individin, nuk ka më të drejtë. Mund të elmoj më provat. Nuk mund të prish provat, e para s'mund të prish provat sepse çdo gjë janë të arkivuara. E dyta është vetëm në funksionin e deputetës, edhe tani të bëjmë arrest pa gjyq. Me gjyq. Është për mendimin tim është masa proporcionale. Tani kjo masa koncepteve juridike që i keq trajtoni. Dgjoj, të lutem se kam pasur edhe pak mungesa çik në, do të thonë ajo që muan, dgjoj, unë flas politikisht, nuk jam as jurist, ti je jurist, zotëria është avokat. Pra pikërisht po të saktësoj. Më fal, flisni nga ana e jurisprudencës, filloni bëni këto gjyqjet politike, gjyqjet popullore, gjyqjet në emisionet televizive, këto i keni i qani u i bëni, por populli është shumë i qartë, edhe njerëzit janë shumë të qartë. Me çfarë është i qartë populli? Që sot të kërkohet arresti për një funksionar që është aktualisht deputete për një akuzë e cila nuk ka një vendim të formës pranë, nuk ka një pra fillim të çështjes po flasim, nuk kemi një akuzë për korrupsion, kemi thjesht vetëm një akuzë dhe proporcionaliteti i kërkesës vetëm për arrest për këtë gjë në raport me atë të cilët vendet e Bashkimit Evropian e kanë, është e tepërt. Pra, zoti Muharremi, ose zoti Kika Muharremi, thot, tashmë kjo kërkesa e SPAK-ut nuk vlen më për sa kohë zonja, nuk është më në postin e zëvendës kryeministres dhe ministres infrastrukturës, dhe kësaj ajo nuk ka se si të helmoj provat, të intimidoj dëshmitarët, ndaj dhe s'ka pse t'i hiqet imuniteti apo të shkoj drejt arrestit, sepse ajo është vetëm deputete e Kuvendit të Shqipërisë, por edhe drejtuese e konfirmuar nga kryeministri Rama e qarkut Fierit. Zoti Muharremi nuk mundet mos mbaj atë që është linja e partisë vet, edhe nëpërmjet gestikulimit të kryeministrit të këtij vendi, që i dha mesazhin zotit Muharremi dhe gjithëve atyre që aderojnë atë parti si zoti Muharremi. Thjesht unë e ndala pak të që mesazhin e kodit të heshtjes. Bëni çfarë të doni, vetëm mos flisni, heshtni. Mesazhet mafioze që e prama zakonisht, me thënë. Zoti Muharremi nuk në fakt nuk po hesht në këtë rast, të cilët ne nuk flasim kundër drejtësisë, nuk bëjmë asnjëherë avokatin. Jo, ju pengoni drejtësinë. Nuk është pengesë. Nuk është pengesë. Është më mirë mos ta pengosh dhe të flasësh kundra drejtësisë, se drejtësia nuk është çdo funksionar publik dhe deputetët drejtësia në mënyrë të pavarur dhe nuk vend ketë si në pengesë. shumë vende të tjera përbëhet nga njerëz human. Humanët janë gjithmonë të gabueshëm. Pastaj Absolutisht po. Që në këtë rast ka gabim. Që ju të flisni shpërsimi i kërkesës ka gabim. Dhe gabim. ti thoni politikisht drejtësisë, në qoftë se një çështje apo një tjetër konsiderohet e tillë nga ana juaj që nuk është ligjore dhe është me karaktere ose konotacion politik që cënon partinë tuaj, po jo në këtë rast kur kërkohet vënia përpara drejtësisë nëpërmjet limitimit të drejtave të zonjës në fjalë, të dhëna nëpërmjet një mase shtrënguese të kërkuara autorizimi nga Parlamenti i këtij vendi dhe Parlamenti i këtij vendi që është bërë qesharak, se ky parlament që do vetë votojë atë kërkesë është qesharak, po ti marrësh nominalisht emër për emër një pjesë të mirë të deputetëve të këtij vendi. E ke fjalën propozit në besoj po. Për ata e ke se po mirë, dakord. Për ata e ke se për kolegët e mi s'lejohet flasësh, e para një s'lejohet sepse janë të votuar. E dyta janë njerëz një minutë. Të gjithë janë E dyta votuar janë të besuar. Po jo mëse pjesë më madhe kanë listat mbyllur, kanë votuar para ata. Ti di shumë që ata pjesë më madhe nuk kanë votuar. 50 ka Partia Demokratike, 40 janë në listë ligji se kanë frikë nga ligji. Unë nëse do isha unë që deputetët e Partisë Socialiste janë njerëz të cilët rrinë me qytetarët, punojnë me qytetarët, janë çdo ditë në zonë me qytetarët, ndjekin shqetësimin e qytetarëve. Kur i thret drejtësia nuk shkojnë asnjëherë në drejtësi apo marrin forcën e kartonit dhe mbyllin dosjen kështu duke mos lejuar drejtësi për të bërë drejtësi. Ka fituar. Po, kjo drejtësia juaj që të mbetoni kështu, kjo drejtësia juaj që keni shpikur ju, e keni votuar ju dhe foshka juaj që ju se lini të rritet. Juridikisht, a ka rënë kërkesa e SPAK për heqje imuniteti për arrestim zonjës Balluku në një kohë kur ajo tashmë është karkuar nga pozicionet
Nuk është se... sepse në këto pozicione presupozohet ajo të ketë kryer pa barazi në tendera dhe rrjedhimisht korrupsionin. Në 11 raste bërë në bashkëpunim. Okej. Tani ka rënë se ajo nuk intimidon më dëshmitarët, Jo, më falni, duhet nuk helmon më provat, është vetëm deputete e Kuvendit Shqipërisë. Bashkëpunim, çfarë po thoni më zotëri Daçi se je dhe jurist, si 11 raste? Në dyshimin penale. Po në dyshimin, pra, në dyshimin, është në dyshim, por nuk kemi ankuar tash në dyshim. Mund të Ore, kjo është është pretendimi i dyshimit me faktin. Nëse ty Rama të thotë, arresti nuk bëhet pa gjyq, gabon ti dhe Rama. Nuk flitet arrest me gjyq. Unë jam aktor politik. Që i vjen unë jam aktor politik dhe unë fakt kam vetëm punën e Belinda Ballukut në krye të Ministrisë të Infrastrukturës dhe Energjetikë për ky sektor për punën. Për punën që ka bërë, për punën që ka bërë. Të gjitha rrugët i ketë rëna, zoti Muharremi. Të gjitha i ketë dëmtuara. 21 akse rrugore ti ketë dëmtuara. Po ti Glindja do të i ka 3 javë ju Glindja pa lëvizje. Ja, e kemi dhe kolegën nga Korça. Pyet e çik si janë familjarët e vet. Infrastrukturore të vogla të cilët mund të edhe unë po flas për ato vepra që keni trumbetuar si vepra të mëdha infrastrukturore që nuk i kemë më. Kanë rënë. Të gjitha kanë rënë. Ju Glindja është bllokuar sot, zoti Muharremi, e dini? Me parametra ndërkombëtar. Tani, kthehemi pak tek tema, lutem se i bëra një pyetje juristit. Pra, kjo kërkesë qëndron më apo jo, juridikisht? Kërkesa për çfarë? Për heqjen e imunitetit dhe rrjedhimisht arrestimin e zonjës Balluku. Po kërkesa qëndron se do votohet, po ndërkohë që është shprehur mazhoranca që nuk do ta votojë këtë kërkesë. Po flas nga ana e drejtësisë tani. E kuptojmë se çfarë do të ndodh nga ana politike. Thotë Ola të paktën kështu siç e nuk pra qëndron më apo nuk ka objekt se objekti në vetvete ka rënë nëpërmjet. Ky është objekti që ka rënë. Qoftë se do kemi një fakt penal të ri ose një rëndesë të mundshme të pozitës së zonjës. Kjo është pyetja tjetër që do t'ju bëja. Pra mundet pak apo institucionet e drejtësisë të riformulojnë kërkesën. Jo, është rrëzuar nga ana juaj. Jo, më jo, ta bëri pyetje ty. Po pra pikërisht unë jam këtu, kështu që nuk kam dhënë të drejta që të flas dikush në emrin tim. Ideja është e tillë. Nëse deri tani presupozohej dhe trumbetohej dhe më pas u rrëzua nga gjykata kushtetuese pretendimi që gjykata e posaçme kishte hyrë dhe zaptuar kompetencat e Këshillit të Ministrave dhe përkatësisht të kryeministrit, duke vendosur pezullimin dhe jo shkarkimin, patjetër që nuk kishim të bëjmë me një shkarkim dhe një uzurpim të kompetencave, ashtu siç u shpreh dhe gjykata kushtetuese. Tani më patjetër që parlamenti, nëse do ta rrëzojë dhe me gjitha gjasa do të rrëzohet kërkesa e prokurorisë së posaçme për heqjen e imunitetit dhe dhënien e autorizimit për arrestin për masën shtrënguese të karakterit personal, arrest në burg ose arrest shtëpie, kontroll banese dhe kontroll personal, sigurisht që tani më kemi një ndërhyrje dhe një uzurpim të kompetencave të gjykatës posaçme nga ana e Kuvendit. Si Këshilli i Mandateve, ashtu dhe Kuvendi në seancë plenare kanë vetëm një detyrë dhe një detyrë të vetme. Ajo që quhet në latinisht, dhe zoti Manja mund na i shpjegojë më mirë në latinishtën, se edhe Papa e Romës mban leksionet e zoti Manja, fumus persecutionis, pra rreziku i persekutimit. Nëse ndaj zonjës Balluku do të kishte një rrezik persekutimi nga ana e prokurorëve të prokurorisë së posaçme. Që është hedhur poshtë nga mbrojtja e saj. Ja ta përfundoj. Që do të thotë që në qoftë se do të kishte një tendencë nga ana e drejtuesit aktual të prokurorisë posaçme, zotit Brau, ose një tendencë nga ana e ish drejtuesit të prokurorisë posaçme, zotit Dumani, ose të prokurorëve të çështjes, zotit Prençi dhe zonjës Bejko, sigurisht që do të kishte një hije dyshimi që këta persona duan të hyjnë në politikë, duan të uzurpojnë, le ta themi, pushtetin politik, siç ka ndodhur rëndom në Itali, që një pjesë e magjistratëve kanë hyrë në politikë, dhe patjetër që do të ngrihej një hije dyshimi, përse që këtu kemi të bëjmë me një persekutim politik, kemi të bëjmë me një aspiratë të prokurorëve dhe të gjyqtarëve, pse jo, dhe patjetër që edhe mund të rrëzohej. Më saktë jemi në kushtet e një tani të lutem zoti Himmler më leni joni ta përfundoj të gjithë, sepse këto kur jam unë dhe nuk të lejojnë ngjasin shumë naziste, kur jam unë. Ideja është e tillë tani. Patjetër që nuk kemi të bëjmë me një persekutim politik dhe ajo që vendos nuk është... Të ndërpresë vetëm një moment. Nuk kemi të bëjmë, thot mbrojtja e Ballukut, po kemi të bëjmë, thot kryeministri në fakt. Nuk kemi të bëjmë me një persekutim politik, sepse të gjitha indikacionet nuk të çojnë që zoti Brau, zoti Dumani, zonja Bejko apo zoti Prençi do të hyjnë politikës. Atëherë pse i sulmon Rama? Ky do të ishte tani më
më kujton atë të famshmen e zotit Devole, Hoxha Devole, që ne kemi thënë tha, t'ja japim shpirtin, apo këta po na i marrin. Kështu që është e njëjta situatë. Pra këta i kanë në shpirtin dhe lëkurën, por si duket nuk janë dakord që t'ja marrin, atëre kur thëriten nga drejtësia. Tani, ajo që e vendos nuk është kuvendi, ajo që e vendos është gjykata e posaçme dhe prandaj dhe si që tha kolegu janë njerëz dhe prandaj ka dhe 3 shkallë të gjykimit, është gjykata e shkallës parë, është gjykata e apelit, është dhe gjykata e lartë dhe mbi gjitha është gjykata kushtetuese që e ka ndaj shumë qef dhe gjykata europiane e drejtave të njeriut. Pra janë 5 shkallë gjykimi, të cilat në mos njëra tjetra do ta korrigjojnë. Nëse zonja Balluku do të përfundonte apo jo pasekurave, këtë do ta thoshte vetëm gjykata. As kuvendi dhe as prokuroria në pas tankimit kësaj të fundit, apo pas zhvillimeve të sejntes në kuvend. Kur fillojnë marrin... Në qoftë se do t'i jepej autorizimi dhe do t'i hiqej imuniteti, atëherë brenda 48 orëve nga dhënia e autorizimit dhe pasi do të shkonte vendimi i kuvendit në prokurorinë e posaçme, prokurori i posaçëm i drejtohet gjykatës posaçme dhe gjykata në dhomë këshillimin pa praninë e palëve shprehen mbi kërkesën e prokurorisë. Pasi të shprehej gjykata e posaçme dhe nëse do të vendoste një mas sigurimin të karakterit shtrëngues, atëherë do të ekzekutohej pa vonesa dhe pa tjetër që do të dilnin për para gjykatës, si që kërkon një 248, brenda 72 orëve, zonja kishte drejt bën të ankim, më pas kishte drejt bën të rekurs në gjykatën e lartë, në gjykatën kushtetuese dhe në gjykatën evropiane. Po, tani ne dim se është paralajmëruar që imuniteti asaj nuk do të hiqet. Pa tjetër që... Kush është hapi i radhës? Çfarë ndodh? Nëse ka dy rrugë. Nëse prokuroria e posaçme gjen të dhëna të tjera të mjaftueshme për të rënduar pozitën e saj procedurale, patjetër që mund t'i drejtohet nëpërmjet drejtuesit me një kërkesë të re kuvendit të Shqipërisë. Mandej është në rrugën e kuvendit. Sa kohë në dispozicion apo mund ta bëjmë më një herë këtë? Atë mund do ta shikojnë rast pas rasti nëse do të ketë prova apo jo. Në qoftë se nuk jepet autorizimi dhe me gjitha gjasat nuk do të jepet, sigurisht që ka të drejtë që t'i drejtohet gjykatës posaçme, po në dhomën e këshillimit për të caktuar masa të ndryshme nga ato që përcaktohen arresti në burg ose arresti shtëpisë, që janë 5 të tjera. Zoti Lita, zonja Balluku jo vetëm që nuk do të arrestohet, paktën nga çfarë kemi kuptuar thënë nga kryeministri dhe kryetari i Partisë Socialiste, sepse nuk do t'i hiqet imuniteti tejnten, por ajo është konfirmuar edhe drejtuese politike i qarkut të Fierit, që nuk kupton vijimësimin e saj në politikën e ditës. Nga ana tjetër kemi reagimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në gjykimin tuaj, kush po kalon cakun tani? Politika apo drejtësia, se po rrezikohen marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe SBA-s? Çfarë marrëdhënie se të bëj një ndërhyrje këtu? Çfarë marrëdhënie ke? Nuk komentojmë çështjet të caktuara. Se nuk kemi marrëdhëniene? Nuk i ka ngritur. Çfarë komunikimi ke nga ambasada amerikane? Atëherë, pavarësia e institucioneve të drejtësisë. Këtë e kemi krijuar ne. Kaloj, ta them pra. Po kaloj, e kemi krijuar, e kemi standardizuar ne. Janë të pavarur institucioneve të drejtësisë. Pavarësia e institucioneve të drejtësisë në Shqipëri mbetet thelbësore për vazhdimin e bashkëpunimit mes SBA-s dhe Shqipërisë në luftën kundër krimit ndërkombëtar. Krimit ndërkombëtar, eksakt, nuk ka asnjë lloj pengese në luftën kundër korrupsionit, krimit edhe çdo. Dhe në lidhje me deklaratën dhe për çështjen e fjalë që ju e keni pyetur, ju ka shprehur që nuk japim koment. Pavarësia e drejtësisë është kyç për bashkëpunimin. Pavarësinë e kemi krijuar ne, që ta kesh të qartë ti dhe gjithë shqiptarët, pavarësinë ka krijuar Partia Socialiste. Ka pavarësi, po pse ka luftë mes pushteteve? Absolutisht, pse ka luftë mes pushteteve? Tani në qoftë ti ndërhyrën e kompetencat e një ekzekutivi, kjo varet si shikohet, por nga ana jo nuk kanë ndërhyrën e kompetencat e tyre. Ndërkombëtarët nuk janë shprehur kështu. Jo, përse avokati tha që ka persekuptim, por realisht këtu ka pasur një persekuptim mediatik. Një mediatik duke nxjerrë fajtor dikë të cili nuk është fajtor. Duke ndryshuar rrjedhën e objektit e hetimit, objekti i hetimit çfarë duhet bëj media? Të ri edhe të heshti ndaj të gjitha akteve korruptive që zhvillohen në këtë vend, po ju e keni gabim. E keni shumë gabim këtë. Media ka detyrën të terminologjinë e gabuar, sepse sot nuk kemi një akus për korrupsion. Detyrën të zbuloj të vërtetën, se nuk i vjen mirë ati që i zbuluar një akt korruptiv, së shfaj media. Me gjithë respektin, të lutem. Duhet që
informoj saktësisht publikun dhe audiencën e Po, gjërë. dhe ku ka gabuar, fal? Në momentin që ju shprehni, jo ju, eksaktësisht po, tanxheret lart e poshtë, që shprehen për një tepsia, po tanxheret e psisë, isojën, a kupton, s'merren vesh. Por e kam fjalën që të shprehet për një akuzë për korrupsion kur nuk ka një akuzë për korrupsion, Pabarazia në tender, mos e pabarazia në tender është vepër penale tjetër, Ashtu, që po hedon dhe korrupsioni Po kjo është tjetër. pabarazia, çfarë provon vepër penale apo tjetër. kumblla dhe Kurse, darda? me Çfarë gjë provon avokati pabarazia në tendra, fa lutem? rrezikshmërie ka zonja Balluku në momentin Pa të që vendosë është gjykata, Fal, me të lutem, se kjo mund është mund të shpesh përgjigje çfarë Pasaporti është prodhon? O ndaluar, zoti Muharremi, çfarë indimidim prodhon nuk ka ndaj, pabarazia në as i tendra? vero. Mund ma shpjegosh? Çfarë prodhon pabarazia në Po tender? varet si shikon ti. Të vjedhë sa Unë shikon nuk e vetarëve. shikoj. Varet si Ma shikon thuaj ti jo, si janë e shikon. shkime për shembull nga 10 oferta, zgjedhët ofertë që Ja, kam atë qef. që Po, ka se i kam qef thënë zoti Muharremi. ati me Të telefon, folë Atë që kam jep qef ti. unë, atë që Jep kam ja qef ti. unë, varet si shikon ti, unë Po, shikoj me qef ndryshe. është kjo punë. Dakor. Unë ja, shikoj shikon qef është konceptin. kjo punë. Unë shikoj kush ma bën standard, kush ma bën punën E me shikon zonë. konceptin e okay. mandatit Pavarësisht të kush po bën pavarësisht se punën. aty ka kritere dhe rregulla, po unë Po, ku pyet ti për kriteret dhe rregulla? Ku ekzistojnë për ju kriteret dhe rregulla? Kjo është Ai çështja. që u bën punën. Zoti Lida. Tani, e kuptoj që ka një zell politik për të mbrojtur zonjën Balluku dhe mirë bën, por do ishte mirë ta kishin bërë edhe me Erion Veliajn, me Lefter Kokën. kemi bërë, Bangjus patjetër. Dakun, Sajmir Tahirin Po, dhe me tjetër të gjithë zyrtarë kemi Partisë Ja shiko se ka bërë për Arben Ahmeta, Sepse- ndjes me që i përmendet, lutem. Po Ta çna ndjekim kujton pak. njerëz të të lutem, po çna kujton njerëz të lutem. Zëvendës Kërmishës Njerëz juaj. që po shtyn aty ku ha, nuk janë njerëz të zonja ashtu. dhe jep Fal, ka qenë jemi zoti për Ministër, si një njeriu Nuk jemi për respektim ligjit. E ndjekim pak Ramën për Ahmeta Dhe çfarë ka kemi thënë, ministër lutem. finance, kampioni. Arben Ahmetaj nuk është asnjë njeri pa njohur dhe asnjë bashkëpunëtor i largët për mua. Ai është një ndër bashkëpunëtorët me të cilët jam takuar më shumë. Por ndryshe nga një rast disa vite më parë, kur ishin të bindur se kërkesa e prokurorisë duhej kufizuar dhe ashtu bëm, rasti i sotëm ishte një rast kur kërkesa e prokurorisë duhej miratuar. Këtë herë na u bë para dosja një pune voluminoze e timor. Nuk kam qenë, nuk jam dhe nuk do të jem kur gati të mbaj në shpinë bashkë me Partinë Socialiste askënd, që e kujton gabimisht shpinën e madhe të familjes sonë politike, kurrizin e një kali, që mund ta kalërojë për të shirë për vete në lëmin e pushtetit të marrë nga populli. Nëse unë do kisha bërë rolin e gjykasit, gjërat do kishin qenë shumë më keq për ata që duan që unë të bëj gjykatës në mënyrë pashë. Tjetri për plot zeza, korrupsion, pastrim parash, fshehje pasurie, gjëra që na krijuan bindjen që kërkesa e prokurorit ishte e përligjur. Ç'është kjo gjuhë që ndryshon se përkon edhe data njësoj, 9 mars 2023, 9 mars 2026. Për dy zëvendës kryeministra, njerëz të ngushtë, bashkëpunëtor të tij të ngushtë. Njërin e dorëzon, tjetrin e mbron. Po përse ka pas akuzë për korrupsion, pastrim parash, edhe akuzë të tjera. Kushtozoja Belinda Balluku është vetëm për akuzë vetëm për barbarazinë tendera. Jo, dakor, Zoja Balluku tha unë s'kam lidhje me korrupsionin. Edhe shumë mirë dhe ka reaguar pak madje. Ka reaguar se në familjen tonë politike, në familjen tonë politike u shehen vlerat dhe njerëz mosmirnjohësit i largojmë ne. Nuk i majmë fare. Mosmirnjohësit i kanë kapur me që foli ai i dyti, ai kryetari i grupit parlamentar, se shqyr që erdha, më se ishte një muaj pushim, që erdha. A kupton? Ai, do të thënë, njeriu më i ndyr, njeriu më mosmirnjohës, kupton, i cili ka akuzuar të vetët, del edhe na flet neve për morale. A kupton? Edhe ju nxinin deklarat për të dëgjuar atë njerëz. Zëvendës ministër ka qenë ministër financës, ministër rindërtimi ka pasur detyra më të larta shtetërore. Po pra ja kanë besuar socializëm, mos të drejtë ka besuar kryeministri i vendit. Ne nuk e kemi përzgjedhur, ju e keni përzgjedhur, familja juaj. Absolutisht, ai ka ngrënë kumblla e darka. Absolutisht po. Tani ne kuptojmë që brenda Partisë Socialiste ka një hierarki. Ca të nënës, ca të njerëkës. Të njerëkës janë këta që janë në burg dhe këta që nuk janë mbrojtur. Siç e thash edhe po ti numëroj prap. Nga Erion Veliaj që ishte ylli në ngjitje, numri 2 i PS-s, kandidati për kryetar në të ardhmen, Për kryeministër gjithashtu Sajmir Tahiri, Lefter Koka, Bangjus Daku, 10 zyrtarë të Partisë Socialiste, të cilët nuk janë mbrojtur dhe janë dorëzuar drejtësisë sipas atij parimi që ne nuk do të ndryshojmë. Tashmë ka një ndryshim kursi. Ky ndryshim kursi ka krijuar një përplasje me Bashkimin Evropian dhe me faktorin ndërkombëtar, sepse kemi një pengim të drejtësisë, kemi një tentativë për të hequr dhëmbët SPAK-ut. Dhe kjo është e qartë. Pra, kush po e kalon sakun? Politika në këtë rast. Politika, jo drejtësia. Sepse ne po vëmë dyshim integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Kapitulli 23 që është sundimi i ligjit
dhe duhet të jetë sundimi plot i ligjit në vendin tonë. Shtetit së drejtës. Dhe shtetit së drejtës dhe darja e pushteteve dhe pavarësia e tyre. Ne po i vendosim për të mbrojtur një zonjë në mënyrë politike përmas t'ia dorëzuar drejtësisë. Dhe kush është argumenti? Argumenti është që Po çfarë mos e dorëzuar drejtësi, më zotëri se ajo është e dorëzuar te drejtësia, ajo po hetohet Zoti Manja, se ju doni ta dënoni një politik, po jo më zotëri. Dhe nuk pas ka parë 80 prova që ka dërguar Spaku. Spaku thotë që kam dërguar 80 prova me 16.000 dosje. 16.000 dosje, 80 prova. Dhe Ulsi Manja që i pas ka lexuar nuk i pas ka parë. Thotë që aty janë dy gra që flasin me njëra tjetrën dhe nuk përbën provë. Unë nuk e di se si ta marr këtë. Sepse o e ka lexuar ai ose nëse është e vërtetuar kjo le të ketë një akuzë konkrete. Të lutem nëse keni akuzat konkrete i bën Spaku dhe i vërteton gjykata nëse janë akuza të bazuar në prova. Të lutem se janë të dy juristë dhe besoj kanë lexuar apo. Parlamenti ka të drejtë të bëjë këtë që bëjnë këta, pra ta mbrojë dhe ta mbajë nën sjetull ngrohtë zonjën Balluku, apo ta dorëzojnë drejtësisë dhe ajo të përballet si gjithë qytetarët e tjerë, sepse ne kemi qindra në mijëra qytetarë që shkojnë çdo ditë nëpër gjykata dhe përballen me drejtësinë për të kërkuar të drejtën e tyre. Një zonjë e cila e di që është në faj, e di. Jo, ajo tha unë nuk kam lidhje me korrupsionin. Ajo nuk e ndjen vetën në faj. Atë bëhet një ndërhyrje për juristët dhe juristët pastaj më japin mua një shpjegim për këtë. Fakti që ajo po më bëhet një gjyq publik tha. Dhe me gjyqet publike unë jam e regjur, tha. Se jam rritur. Po gjyqi popullor që i bën kryeministri Spakut dhe Gjirkos, faqe e njerëzve, faqe e medjave, faqe e deputetëve të Republikës, faqe faktorit ndërkombëtar, duke thënë që këta po bëjnë gjyq popullor, po arrestojnë njerëz, pa prova. Si është kjo? Kjo është ta demotivosh. Bashkimi Evropian aty ku aspirojnë, nuk është e gabuar ajo. Zoti Muharrem, ka një përplasje prapë mes PS-s dhe PD-s edhe në lidhje me punën konkrete të Spakut. Kështu që ta ndjekim pak pse është pyetja, pse ka lindur edhe kjo përplasje mes tyre për këtë çështje specifikisht. E ndjekim pak Ramën dhe mandej Bardhin. Unë po e zë tani se e pandeura i thot bashkëpresidueses në telefon. Belinda Balluku personalisht më ka lidhur pas karrigës. Më ka vënë në fyt një thik që kishte edhe disa pika gjaku të tharë dhe më ka thënë do të të vras po nuk the kështu apo po nuk bëra ashtu. Unë po e marrë që prokurorët kanë sjellë këtë. Tani, a ka njeri të ma tregoj mua si mund të vihet në kuvendin e Shqipërisë me kaq, me një muhabet të tillë telefoni, pa bërë asnjë ballafaqim. Transkripti i përgjimeve me cilën prokuria dokumenton ushtrimin e presionit përmes grupeve kriminale, bëhet fjalë për grupe kriminale që veprojnë në qarkun e Thierit, sipas përgjimeve të prokurorisë. Atje ku Edi Rama ka caktuar si drejtuese politike Belinda Ballukun. Një sekond vetëm se duhet të pyes juristët, a quhet provë? Pra është e qartë që ka një përgjim, apo jo? Janë përgjuar njerëzit. A quhet provë kjo? E para, e dyta. A quhet provë gjithashtu kur dikush shkon dhe bën një deklaratë dhe thot, po, mua më kanë kërcënuar, të them kështu. Apo ky është muhabet telefoni, siç thot kryeministri? I provës është i mirë përcaktuar në kodin e procedurës penale shqiptare, si në gjithë kodet e procedurave, të themi atyre që në sistemeve që kanë të drejtën e kodifikuar. Fakti është që këtu jemi në një fazë paraprakje të një jetimi nëpërmjet të cilit deri në këtë moment ose deri në momentin e bërjes së kërkesës, prokurorët e posaçëm kanë gjetur element të tillë që i orientojnë, të krijojnë dyshimin e arsyeshëm se zonja është e përfshirë në këto episode për cilën ata kanë ngritur kërkesën dhe kanë bazuar kërkesën e tyre të dërguar pranë autoritetit përkatës të rrëzuar në këtë rast. Dhe nuk merr cilësinë e provës në këtë moment. Provat i vlerëson gjykata. Në këtë moment jemi në hetim nga një prokurori. Po ai thot nuk mund të vinë prokurorët me muhabet telefoni në kuvendin e Shqipërisë. Shiko, ne nuk kemi në teatrin e kukullave aty,
në autocetet marionetave, që të bëjmë iskenime të karakterit, nuk është drejtësia vizatim ose piktur. Drejtësia është procedurë. Drejtësia është procedurë, dhe në qoftë se procedura e mbajtur deri në këtë moment për çdo qytetar tjetër ka qenë kjo dhe s'ka pasur, pavarësisht se ne e dim shumë mirë se përballemi për ditë dhe ne mund të kemi qef mbetjet tona për rëndësinë e masave të aplikuara në Shqipëri që kanë të bëjnë me masën më shtrënguese që është arresti në burg që aplikohet lehtëshëm. Ose për të thërë sistemin mund po keni këtu flasim një qytetar nuk mund të diferencohet dhe trajtohet ndryshe nga një pushtetar. Përkundrazi, në këndvështrimin tim duhet jetë pushtetari që duhet dorëzohet në thonjza ose duhet vjetë dispozicion drejtësisë për të hetuar dhe për të thënë qytetarit që e ka votuar që unë jam në dispozicion. Jam akullore, siç thoshte ai akulloreve. Në fakt, zonja Balluku në reagimin e saj të së premtes, kur i dorëzoi detyrën kolegu tjetër, tha jam e hapur dhe kërkoi që drejtësia të vazhdojë hetimet deri sa të dalë në dritë e gjithë e vërteta. Si do vazhdojë hetimet? Drejtësia normalisht do vazhdojë hetimet. Po, duke qenë se ti e personi thotë që po më prish mua rrjedhën e hetimeve. Po ka rrezikshmëria, të vlerëson gjykata, nuk e vlerësoj as unë as ti. Dhe unë si kam parë në 16.000 faqe që ka çuar. Të pyetjen të lutem lidhe me dhe që janë të dy juristë edhe dua vetëm t'ja jap si fragmentistë, unë eci edhe çiksi edhe me logjik. Normalisht ecet edhe me logjik. Tani është bërë kërkesa në fillim kur është parashtruar për pezullim, pra prokurori ka kërkuar një gjyqtari për pezullimin e një funksionari që është ministri në këtë rast. Kryeministri nuk e pranoi, e çoi në gjykatë kushtetuese. Pastaj SPAK gjatë momentit që e ka bërë këtë kërkesë, kjo prokurori ka pasur dhe këtë incizimin dhe këtë elementin. Jo, këto kanë ardhur. Jo, e ka pasur. Jo, pra kanë ardhur rrugës. Merre dhe lexoje raportin. E kene raport. Tani, mbasi të dalë, një sekond, jo, mbasi del vendimi i gjykatës kushtetuese në këtë rast, që e pezullon këtë vendim përkohësisht e rëzon kërkesën e kryeministrit, po. Ata pa u tharë Boja bëjnë një kërkesë drejtuar kuvendit për një masë më shtrënguese, duke pretenduar, një minut, duke pretenduar që bëjnë intimidojnë dhe shmitar, duke pasur në fillimisht këtë provë. Po jo mos harroni se janë shtuar ca çështje tjera, ju besoj e dini. Nisi me tunelin e Llogaras, po përfundoi me shumë shkelje të tjera në pabarazit pra tendera. Neve kemi të bëjmë në këtë rast me një kërkesë për mendimin tim emocionale. Sepse logjikisht mua nuk më rrin. Logjikisht mua nuk më rrin. Tani juristët ta plasin dhe ta provojnë. Sepse nuk më rrin logjikisht. Sepse ti duke pasur si provë. Ta pezullon gjykata kushtetuese dhe më mbrapa dhe ti e fut këtë pjesë. Kjo logjika e përdorur. Një sekond, më mbrapa ti e fut si masë shtrënguese duke pretenduar këtë provë që e ke pasur momenti që kërkuar pezullimin, atëherë është vendim emocional. Kështu e shikoj unë. Kështu e shikoj unë. Sa etike është që pavarësisht të gjithave, ndaj drejtësisë ose pushtetit gjyqësor të këtij vendi demokratik presupozohet, të ketë një gjuhë të tillë nga një politikan. Po çfarë gjuhë më të lutem se ju është thënë prokurorit Lavire Bulevardit. Ju është thënë prokurorit Lavire Bulevardit. Gjithë prokurorët këtu intimidoheshin. Po çfarë po thua me o të lutem, ka pavarësisht sot prokurori, o bë prokurori çati këtë kokra shefin mbas të dipës zbritja ligjore që ai kanë dorë për të bërë. Po pra për të bërë e bën. E bën. Dhe nuk ka absolutisht dhe nga e gjithë politika ai ka ardhur. Neve do flasim për një vendim kur merret në interes të publikut për shkak. Po drejtësia është e mirë kur ju pëlqen juve, nuk është e mirë kur s'ju pëlqen. Absolutisht, se rradhët tona ka prekur. Po themi që nga rradhët tona ka prekur. Ishte shumë e mirë kur prekuar Ben Ahmetaj. Ishte shumë e mirë kur prekuar Jon Veliajn me radh, nuk është e mirë tani që po prek Ballukun. Jo, ka qenë mirë për Jon Veliajn. Po dëgjuam zotin Rama. Po kush të thamë, jo më edhe për Jon Veliajn, ta ka shprehur edhe kryetari i partisë, të ka thënë që sot ai është në burg, pra është i paraburgosur një vendim pa gjyq. Kuptoj. Zoti Hoxha, sa etike në fakt është kjo gjuhë e politikanëve tanë ndaj pushtetit gjyqësor? Ne nuk do ta shkrim. Siç e kanë deklaruar, siç e deklarojnë partia që duan të vinë. Nuk e dim. Edhe ai që del edhe ta afrollojnë. Ne nuk po marrim më vesh çfarë po ndodh në këtë vend. Ideja është e tillë. Së pari konstatohet dy vepra penale, si nga zoti Rama ashtu dhe nga zoti Bardhi. Që janë? Sekreti hetimor dhe të gjithë antarët e komisionin kanë firmosur edhe pa firmosur. Mirë, Rama nuk është antar i Këshillit Mandateve. Nuk ka asnjë rëndësi. Për aq kohë sa bien në dieni të një dokumenti i cili përben sekret dhe jo vetëm sekret hetimor, por edhe sekret shtetëror, nuk mund dalësh në kuvent aty dhe ta proklamosh ka apo s'ka të drejtë. Tani sa etike është, ne jetojmë në një vend i cili është as pak etik. E kuptoj. Dhe sigurisht nuk është etike as zoti Rama, as zoti Berisha që del aty
çdo të henë në orën 10. Opozita fjalën ka dhe ka të drejtë të thotë Po, mbipatjen e interesit publik. Thotë gjëra i opozitë. që bien në kundërshtim me ligjin. Nëse ai zbulon një aferë korruptive, që ka banda që ka banda kriminale në Fier, këtë e din gjithë shqiptarët. Kupton? E din gjithë shqiptarët. Nëse ka bandit të Fierit kanë marrë dëshmitar në telefon, këta duhen gjëra duhen thënë. Dhe është mirë të thuhet kush është. Dhe këta deputetët na japin neve mendjen se do ta duhet provohen më zotëri Tashi. Ne atë raportin. Apo e kemi duhet provohen më zotëri Tashi. Është vepër penale thotë. Është vepër penale për aq. Nuk ka problem. E gjejmë në formën e veprës penale. Ç'keti se e dim teknikat se si nxjerrët një dokument për media. Na e japin neve dhe e nxjerrim ne. Mos ta marrin ata fare e botojmë në Amerikë, nga Amerika pastaj marrim këtu nga anglisht e përkthejmë. E dim ne këto skemat, janë bërë qindra herë nga gazetarë edhe më të mirë se ne në Shqipëri dhe në Europë. Ka forma të ndryshme për ta nxjerrë një dokument. Nuk i intereson askujt ti nxjerrë atëherë. Po kjo është mirë të dali. Ky raporti që ka dërguar Spaku me 6.000 faqe është mirë të dali. Për interesin publik ne si media, si gazetar, ne duhem që të dali gjithçka. Dhe që është dalë në kohën e dur, se mund të dalë diçka që nesër pas nesër. Në kohën e dur, mbas 10 vitesh, apo kur që bëjmë persekutim mediatik për këtë ka fjalë. Jo, bëjmë transparencën, të shikojmë realisht emrat edhe personat që merren në këtë punë. Sepse ata fare mirë mund të bëjnë sepse duke mos e patur këtë informacion, jep mundësi të gjithë politikanëve që janë antarë të Këshillit Mandateve, që hartojnë edhe raportet përkatëse, të aludojnë me diçka që ndoshta nuk ka pasur edhe raste të caktuara, Ola, që gjyqi brenda gjykatës posaçme, asnjëri prej të arrestuarve nuk i kishte materialet, as avokatët, ja ta përfundoj. Dhe kishte gazetarë që dilnin jashtë aty, i kishin gjitha materialet dhe nga ato të dalat e këtyre materialeve që përbënin një interes të madh publik, u vran 12 njerëz. Për çfarë i shërbyen interesi publik, kush u vran nga kushtet e gjithë të tjera. Pra jo të gjitha duhet të dalin në kohën e duhur. Po kur është koha e duhur këtë herë? Dhe koha e duhur është pasi të përfundojnë hetimet, gazetarët nuk kanë çfarë bëjnë, as populli nuk ka çfarë bën. Byroja Kombëtare e Hetimit i ka metodat e saj, i ka pajisjet e saj, i ka njerëzit e saj edhe të trajnuar. Prokuroria e posaçme po ashtu, dhe unë jam i gëzuar që prokuroria e posaçme po anatemohet, sepse do thotë që po bën punën e saj. Një prokuror që nuk përmendet nga mëngjesi deri në darkë, do thotë që është i pa rrezikshëm për politikë, është i pa aftë për të bërë punën e vet, mund të jetë edhe i kapur. Fakti që prokurorët e prokurorisë posaçme po anatemohen nga politika, do thotë që ne jemi në rrugën e duhur. Patjetër dhe këtë nuk mund ta bëj kuvendi. Kemi prova apo s'kemi prova. Patjetër për çfarë është gjykata? Gjyqtarët e gjykatës posaçme paguhen nga qytetarët 670.000 lekë të ri, më shumë se 6.700 euro. Për çfarë i paguajmë ne? Patjetër le t'ia japim funksionet kuvendit, dhe na thot kuvendi, kush e meriton të rinë burg, kush jo, kush ka pështyr aty ka lëpir, kush ka lëpir aty ka pështyr. Na i thot ata, zoti Ahmeta që nga i fajshëm, zonja Balluku është e pa fajshme. Që nga kuvendi për çfarë na duhet gjykata e posaçme. Në fakt është kryeministri. Masa rrezik nuk është më promocion me rrezikshmëri, s'ka rrezikshmëri. Çfarë rrezikshmëri e ka zonja Balluku më turp. Kryetari i Partisë Socialiste në zonë ke partit, kush në punë ke themi partia gjua e përdorur. Themi Lenini, sa dhe kur themi Lenini, themi partia. Është histori domosdoshmë, kështu që. Zoti Lita. Unë mendoj që Partia Socialiste po merr një kosto shumë të madhe me zonjën Balluku. Po pse po e merr këtë kosto? Sepse zonja Balluku prej 26 vitesh është bashkëpunëtorja më e aftë e zotit Rama nga viti 2000 që ka qenë në Bashkinë e Tiranës si drejtoresh deri në 2026 në krahët e saj si zëvendëskryeministre, si ministre infrastrukturës, është një person që di gjithçka. Edhe zoti Ahmeta ka qenë bashkëpunëtori i më i ngushtë, kanë kaluar kohë të vështira bashkë, tërmetin, rindërtimin e merat, me sa duket nuk janë të njëjtë. Pra ku ndryshojnë? Ndryshojnë tek fakti që zonja Balluku ka marrë përsipër gjëra që duken edhe në dosje. Pra, kur zoti Rama, siç e ka deklaruar edhe vet, i thot shko takon filan biznesmen dhe përgjigju, do të thotë që to janë muhabete telefoni, tha kryeministri tani. Po nuk janë muhabete telefoni kur e thot kryeministri. Kryeministri është autoriteti më i lartë i ekzekutimit në vendin tonë. Pra, është një urdhër që zbatohet. Pastaj janë organet e tjera që gjykojnë nëse ky urdhër ka qenë i palishëm, apo ka qenë një urdhër që ka ndikuar në
veprime korruptive apo mos veprime të ministrisë. Pra, kryeministri këtë ka bërë. Bashkëpunëtorin e tij më të afër prej 26 vitesh e ka mbrojtur politikisht. Nuk ka mbrojtur në njëjtën standard. Pra, këtu kemi 2 standarde, kemi 3 standarde me zyrtarë të ndryshëm të Partisë Socialiste. Me Veliajn është bërë një standard. Me Ametajn është bërë lanet, tashmë se ai ishte ministri i rindërtimit, ministër financash, zëvendës kryeministër, personi që hynte pa trogitur të zyra Ramës, i vetmi që bënte për të qeshur Ramën në zyrë. Pra, ai kishte kritere plus në raport me të tjerët. Vajgjush Daku ishte super kampion elektoral në qarkun Durrës, që vazhdon akoma dhe jep fitoren në Partisë Socialiste. Po, secili prej tyre ka pas një por askush prej tyre nuk ka patur rolin që ka patur zonja Balluku, thonë jo. Kësaj, sepse unë mendoj që zonja Balluku është Rama femër. Pra, ajo ka të njëjtat tipare të zotit Rama. Ndërsa të tjerët mund ta kenë bërë për të qeshur, ajo mund ta kenë bërë për të qarë. Ajo shikon alter ego në vet. Dhe ka një logjik politike. Duke vënë në mes zonjën Balluku, ai mbyll të gjitha shtigjet. Pra, bën një pengesë edhe fizike për mos shkuar tek ai. Sepse nëse gjykata dhe prokuroria bllokohet te zonja Balluku, atëherë gjykata nuk mund ta shtyjë. Po sa do zgjas kjo, se s'mund zgjas pafund nëse vërtet drejtësia këtu po punon. Pra, nëse aty përmendet apo ai është implikuar, herët avon drejtësia do të mbërri dhe aty apo jo. Po, deri më sot ne nuk kemi parë edhe në rajonin e Ballkanit, por edhe në nuk goditet kryeministri në kontinentin evropian dot që të shkoj kryeministri në zyrë ose le të themi të godasin në zotëri. Çka ka bërë ai për ta goditur? A të lutem tash ata përfundoi apo jo? Jo, përfundoi aty më zotëri po. Po larg qoftë ndaj zotit Rama në përgjithësi më po flasim, në përgjithësi si kazus. Mos po shaman. Pra ideja është e tillë që kryeministri në detyrë, të paktën në gjithë vendet, qoftë të Bashkimit Evropian, qoftë edhe të Evropës lindore, juglindore që anë si doni, kryeministri ose presidenti, le ta themi i pari i pushtetit ekzekutiv, nuk është goditur asnjëherë në detyrë. Madje edhe zoti Berisha në ngratën Shtetet e Bashkuara vetë ja dhanë pasi kishte përfunduar gjithë historinë dhe ishte edhe në pension politik. Pra asnjëherë qoftë organi le ta themi më i lartë i pushtetit gjyqësor, siç është prokuroria e posaçme dhe gjykata e posaçme, nuk shkojnë dot tek kryeministri në detyrë. Pra unë nuk besoj që është një mbrojtje ndaj vetes, se herët ose vonë, nëse ka kryer një vepër të caktuar penale, dikush do shkojë detaj. Problemi është që unë besoj që është një mbrojtje që i po i bë zonjës Balluku dhe arsyeën e vërtetë di vetëm zoti Rama. Të gjithë mund të spekulojmë, por atë di vetëm ai dhe njerëz të cilët qëndrojnë pranë tij. Zoti Rama para disa kohësh ka thënë që nuk ka ajdut të gjatë dhe gënjeshtar të gjatë, me thënë drejtën, dhe kur tha këtë gjë, sa duhet të ishte i gjatë. Sinqerisht e pikërisht, pse fillon debat teknik. Ishte kur ka thënë këtë gjë, kam qenë shumë në ankth për të themi për atë periudhë që Braçja ka qenë zëvendës kryeministër, se ai posta atje sjell pak ters të themi, kështu që mendoj që Braçja është i vetmi opozitar brenda socialistëve. Është i vetmi opozitar brenda socialistëve, është i vetmi socialist brenda socialistëve dhe është i vetmi zëvendës kryeministër që kundrejt të cilit nuk ka pasur një iniciativë të themi të karakterit hetimor deri në këtë moment kur ka qenë në detyrë. Zoti Muharremi? Qa të them dhe qa të komentoj, do më kupton se... Po se ta ndërprem disa... Jo, unë e thash, do më thënë ajo që jurisë e thash, s'ka rrezikshmëri, ju shpjegova këtë, nuk e... Nuk shpjegova këtë pjesën logjike që kishë nuk e kthyehet përgjigje. Dhe arsye pse nuk e kthyehet përgjigje shumë e qartë, pse nuk e kthyehet përgjigje, se mos përgjigjesh përgjigje në këtë rast. Të presim të përfundojnë hetimet. Unë si antar i Partisë Socialiste, si antar i thjeshtë, mund të themi normalisht uroj që fati i zonjës Belinda Balluku tjetë ajo fat që edhe ne kërkojmë dhe socialistët edhe bashkëpunëtorët, absolutisht. Kë kërkoni ju? Çfarë kërkoni? Fatin që meriton, që është njëri i punës, njëri i vlerës, njëri i traditës, dhe këtë duam sa më jetë gjatë që tjetë në politikë. Sepse duke qenë politik, leadership-i e saj, tërheq njerëz, forcon njerëz, mbështet njerëz, dhe kjo është ajo që i duhet një formacioni politik.
Formacioni politik i duhet njerëz me vlera, njerëz human, njerëz që të përgjigjen, njerëz që të përgjigjen telefonit edhe në 3 natës, siç ka ndodhur me rastin e zënës Balluku, njerëz të cilët janë vazhdimisht në zonë, duke mbështetur njerëzit me përfaqësinë e deputetëve, duke ju përgjigjur kërkesave e njerëzve në rrugë institucionale apo në rrugë edhe të tjera, Po favorizimet që ajo ka bërë? Si i komentoni? Çfarë favorizimi? Në shpërndarjen e tenderave. Në shpërndarjen e tenderave. Po mirë, më përse Jo, komentoj ju turkut. përgjigj pyetje Sola. Komentoj turkut. Ju komentoni turkut, ju komentoni turkut. Meritonte pavarësisht procedurës ligjore. Të gjë të lutem. Për mua si antar, për mua si njeri që kam zgjedhur të jetoj në Shqipëri, duke ardhur nga disavantazhi i jetës time dhe duke qenë deri këtu, unë kam parë dhe kam prekur punët që ka bërë Belinda Balluku për vendin tim. Mund të një rendisni ju lutem? Të them, më kryesore, ajo. Ke infrastrukturën, rrugë pa rrugë, një minut. Rrugë pa rrugë që ne e morëm në 2013, rrugë pa rrugë edhe me gropën kolosale që na la në infrastrukturë. Një rrugë, vetëm rrugë fshati dini të bënin dhe uras dini të bënin. Tani një të lutem. Këtë rrugën e keni parë Morëm tani? sistemin e po ti marr pra vetëm 1000 kilometra me standarde ndërkombëtare, po të marr fare rrugët e tjera me fondin shqiptar të zhvillimit dhe të gjitha atyre që janë. Mirë, pra mirë, tani që t'jemi konkreta, do jemi konkreta apo do flasim me ajër? Hajde jemi konkret. Tunelin e Llogarasë, keni parë që rrjedh uji aty? Po tani nga një pikë ujti ti mos mendoj që nuk ka standard aty. Edhe do ketë rrezikshmëri. Tani të lutem. Ata ka tjetër struktura. Ministri është politik. Mos zonjë ministri është politik, ministri ka veprën të studiuar sipas kushteve ndërkombëtare. Dhe këtë lloj vepre e kërkon dhe shtyn përpara që të marrë dhe të buxhetojë. Kjo është pjesa. Po mirë, pra, kur bëhet një projekt, atëherë të them se jemi i vjetër se unë mbaj mend ku shkojnë në Dibër, sa orë dohet të shkojnë në Dibër, mbaj mend ku dohet të shkojnë në Gjirokasë nga i bie, mbaj mend rrugën Llogara, shkojnë Ti që martohesh me njerëz nga Korça. Jo, unë jam vetë nga Korça. Problemet e atmosferës apo Do jemi konkret. Kushteve klimatike nuk janë probleme të cilat neve duhet i ngrenë kund tavolinë. Ato janë gjëra që ndiqen nga struktura përkatëse. Jo se pastaj ka fajin media që sistemin e infrastrukturës. infrastrukturës. Po pse se ke publikuar një sistemin e infrastrukturës? Po mos i Fizi 24 të dalësh me sistemin e infrastrukturës edhe me sistemin energjetik të këtij vendi. Që ti nuk që ke pasur rrugët që po prishen me emër mbi emër. Sistemin energjetik e ke publikuar. Kemi i vetmi vend që kemi përballuar krizën e energjisë elektrike pa u rritur çmimin e energjisë elektrike për konsumatorët. Po, tani, nga tetor që e morëm furnizimin me drymë. E bën shtat, sepse nga tetor që e morën çuan në shtat. Ka pasur në stacionin zonjë. Po kjo është përmendje se ti mendon që me buxhetin Po ne s'kemi ardhur për platformën politike të PS-së që kemi marrë dhe që kemi sot, ti mendon që për 10 vite unë duhet ta bëj Gjermani në Shqipërinë. Po nuk e bëj dot Gjermani me zonjë për 10 vite. Nuk e bëj dot Gjermani. Ato po përpiqemi të bëjmë. Ke vetëm 40 kantiere të hapura në lidhje me infrastrukturën. Në energjetikën ke çmimin ke çmim që për herë të parë është ulur konsumatorë për çmimin energjetik. Ke rrjedhën universale të investime më të mëdha që është bërë në rrjedhën universale. Tirana s'ka ujë 24 orë. Nëse po 4 zona urbane ke pasur kemi marrë në zonë. 4 zona urbane sot e ke 50 zona urbane që marrin shumimin e ujit. Tani të lutem pra. Shëndet. Ore, po them ka problematika, ka më sa të duash problematika, po ka që ka zhvillim po, mëse këta nuk bën, këta na lan pa spitale, me na pala pa spital, pa i çerdhe, pa i kokë. Jo, tani mund të kesh spitalet po s'ke medikamente onkologjikun e ke parë si shes, ti marremi. Kjo është shumë saktë, sepse unë u detyrova të merrem me infrastrukturën një herë dhe me kushtet. Po pas merrem me infrastrukturën hajde të jemi konkret pra. I marrim me radhë kërkesa që kërkon. Ka mungesë podiumi. Ka ca kohë që nuk ka dalë nëpër media dhe ka gjeneruar shumë energji dhe është gati një motor që nuk ndalon. Dhe po ta lesh një orë të flasë, ai është i gatshëm. Po më thuaj një vepër të mirë më vëlla, se vetëm keni gjithkohë si intimidoni edhe bëni persekuptim mediatik Zën Balluku. Thuajmë një vepër të mirë që ka bërë. Do ta thuash një gjë të lutë. Nga ty ta dëgjoj, ta dëgjoj një vepër të mirë që ka bërë për këtë vend. Moratoriumi i kafshëve është shumë i mirë. Ke moratoriumin e kafshëve. Ajo pas ka ngelur mendje. Unë ka ngelur sepse ato ajo, kam shumë merak. Okej. Tani, zoti Moremi harron që është në mandatin e 4 të qeverisë së Partisë Socialiste. I thon 13 vite pushtet. Ka qeverisur dhe ka shpenzuar rreth 70 miliard euro buxhet nga 2013 deri në 2026. Me 70 miliard euro ndryshon SBA-ja
dhe gjithë Europa, po të investosh në infrastrukturë, në spitale, në ilaçe, në shkolla, në bujqësi, me 70 miliardë euro, ka një ndryshim ka... Përveç Ukrainës. Po, që 30% i ati buxheti shkon për mbrojtjen sociale, ka një ndryshim cilësor në jetën qytetarëve. Infrastruktura ka marrë pjesë më të madhe të tortës. Sot ne do ta pyesim veten. A kemi ne spitale më të mira se në 2013 kur kanë ardhur në pushtet socialistët? Pas 13 vitesh, këtu gjërat duhet të ishin konsoliduar. Këtu ne shikojmë që i kemi spitale më të mira apo jo? Nuk ka ilaçe. Nuk ka ilaçe. Godina thot ai, kemi. Ne shikojmë që në shkolla po mirë pra në 2013 unë e gjeta pa ilaçe, gjeta pa pajisje dhe gjeta pa godina. Unë sot e kam bërë me pajisje, kam bërë me godina, do bëj edhe me medikamente. Njerëzit që vuajnë nga një smundje që i shkatron fizikun, mendjen e gjithçka. Lutem se kam qenë qytetari i ministrit Çelëcis. Lutem se kam qenë qytetari i ministrit Çelëcis. E kupton ti që në 2013 e kupton që në 2013 pa ja pra o burgo se ty nuk më dëgjon. E kupton që në 2013 ne kemi marrë rimbursimin e banave, vetëm 12 bana rimbursoheshin në Republikën e Shqipërisë. Dhe sot që e kemi 300 bana. Ka gati një vit që s'to punon brakiterapia. Po pra si, dhe ministra thot brenda akti vitit do punoj. Po mirë pra çfarë do ndodhi deri brenda akti vitit, deri në fund të aktivitit. Ti vdesim ata njerëz. Po nuk kemi, më fal, nuk kemi shkop magjik në që ti zgjidh gjithë, sepse këtu kupton se unë nuk dua të zgjidh gjithë. Nuk kemi shkop magjik. Ti mendon që lideri i kryeministit nuk do të zgjidhë. Kush përgjigjet që nuk punon një aparatur jetësore për ata njerëz me sëmundjen e mora pas një pajisje. E mora sistemi shëndetësor pa një godin, pas një pajisje, po më besoj se e kam vizituar gjithë Shqipërinë, sidomos aparati Kobaltit është bërë gangren atje. E kam vizituar dhe i kam parë të gjitha si kanë qenë drejt e spitaleve të vendit të Republikës së Shqipërisë edhe dhe qendrat shëndetësore. Kam qenë dhe i kam vizituar 460 qendra shëndetësore edhe spitale që janë bërë 53 të reja sot. I kam vizituar një dhe kam qenë aty duke parë se çfarë punë bëjnë. Tani lutem, vetëm nga ana e spitalit. Po pse mungojnë atëherë? Pse mungojnë se po kalojnë nga tema në temë? Pse mungojnë medikamentet në 2026? Mund të përgjigjen. Po pra, sepse ka një projekcion edhe buxheti. E para unë nuk jam prodhues të medikamenteve. E para unë nuk jam prodhues. Unë e marr medikamentin, unë e prokuroj medikamentin. Dhe ligji i prokurimit të medikamentit për ta marrë sipas standardit të Bashkimit Evropian e ka një procedurë shumë të korkavitur, duhet ta them. Domethënë që është ja japin aty një sekond, jo. Pacientët të presin me që procedurat janë korkavitur. Jo, ka procedurë dhe është standardi i Bashkimit Evropian që neve po përpiqemi edhe që ta përpunojmë. Pra ministria aktuale po përpiqet. Tani unë e kam marrë me 12. Po ja po ta them pak se këto procedurat janë çik korkavitura ne. Do t'i zgjidhim rrugës. Unë njerëzit e di. Unë kam pasur 12 bana të rimbursueshme. Unë kam pasur 12 bana të rimbursueshme në 2013. Unë sot e kam 420 bana të rimbursueshme. Ky është suksesi im. Që unë edhe pse duhet të bëj 600 bana të rimbursueshme, që nuk arrit do ta bëj, për shkak të kostos buxhetore, sepse duhet dim shumë mirë që sigurimet shoqërore dhe shëndetësore që neve kemi si vend, ne kemi deficit në dy sektorë, pra sigurimet shoqërore në për pensionistët, por edhe sigurimi shëndetësor. Kemi deficit. Nga se vjen kjo? Nga shpopulimi i vendit? Nuk vjen nga shpopulimi i vendit. Sepse ti ma ke lënë mua, ti ma le mua kontribut në sistemin. Jo, ti ma le tregun më informal të punësimit. Ke më pak kontribut një magistrat, një inxhinier, një gazetar ti e paguaj me 40000 lekë të reja e paguaj. Kurse sot ti ke një tavan. Mua kështu 13 vite më parë, është 13 vite më parë. Do të thonë akoma ti ma le. Po nuk është më justifikim ky lutem. Gropa, që ta kesh parasysh, për të bërë ndërtesa që do të bësh shpinti, e para njëherë do të hapësh një herë themelet deri në 3 katë poshtë dhe më pas të bësh shtëpi. Kurse unë kur e kam marrë qeverinë, nuk e kam pasur 3 themele poshtë për të hapur, por e kam pasur 12 themele poshtë për të hapur që unë të arrit që vetë të çoj deri sot deri te kati i parë i qeverinë. Dhe dua ta çoj në 2030 me çatin Shqipëria janë shpërdoruar gati 1 miliard euro. Sa spitale do ishin bërë me kaq para? Ku e ke parë? Mos lexo, mos gjë këtë opozitës, të keqen, lutem. E ke parë raportin e KLSH-s? Se ata e morën edhe e hapën Unë nuk dëgjoj as PS-n, as PD-n, as këtë duashti nga partisë. Unë dëgjoj institucionet e drejtësisë të këtij vendi që thonë se janë shpërdoruar rreth 1 miliard dollar. Me këto para, sa spitale do ishin bërë? Kush është institucioni? Sa medikamente do ishin siguruar, sa aparatura do ishin ndrejshur. Po ta kthemi pyetje, kush është institucioni që të ka thënë 1 miliard? Prokuroria e posaçme. Po s'paku më ai që i mbylli dyert jumë. Ai që nuk e e cila ka në netin zonjën Balluku për shpërdorim detyre. Ore, zëvendës ministri duhet bëjmë një u dënua para disa ditësh. Kemi kaluar minutazhet e pjesës së parë.
Ti ke ministri, zëvendës ministër, ke shumë, domethënë, ke shumë autoritete private, operatorë ekonomikë që kanë marrë tendra që janë prapa ekurave. Ti na tregon për shëndetësinë. Jenë Terezi apo jo? Po ime se me qëra tema shëndetësisë... Po pikërisht pra, po e ke vjedhur për shëndetësinë, e ke vjedhur. Si ke vjedhur çdo gjë tjetër më Fondet e e ke vjedhur. fondet e Ore s'ka pambuk, nuk ka shiringa aty. Ore, më fal, unë kam një lek, më fal, unë kam një lek. Në qoftë unë këtë lek përpiqem ta menaxhoj në mënyrë më të mirë, dhe këtë një lek ta çoj investim, jo është arritje për ne. Në qoftë se dikush apo një individ një lek e ka 0.8, 0.8 do të kusin xhep për shpërgjithësi e vetë më zotëri. Por zoti Muharremi e di që për shkak të rrugës së bllokuar njerëzit nuk po kurohen dot, nuk po shkojnë dot te mjeku se s'kan kalojnë. Po të kuptoj, po është zgjidhje emergjente. Si zgjidhje po sa? Një minutë para do të japim zgjidhje emergjente. Kjo është kryevepra pra infrastrukturore. Po kryevepra kemi bërë ne me zonjën. Po çfarë bëjmë pjesës? Çfarë bëj pjesës të klimës unë? Ta marr klimën me vete, ta udhëzoj klimën se do ta bëj. Shikon atë atje do ishte një urë. Thotë, ne ke parasysh, ta marrin dhe urën, aman tani çik mos vjen. Mirë, se jo, faktikisht edhe në Itali ka ndodhur se e tha dhe kryeministri që për shkak të rreshjeve të shiut edhe rrëshqitjeve të dherave, apo edhe në Portugali e përmendi gjithashtu, gati është dukur një qytet e tërë. Që shkon poshtë urës dhe i merr shavorrin. Ajo ishte me vendim, ajo ishte e lejuar. Në Portugali kishin mbetur 240 njerëz të izoluar, 2 fshatra. Njëri fshat ishte 80 banor, tjetri ishte 160 banor. 240 njerëz. Nuk ishte mbetur e gjithë Juglindja, nuk ishte mbetur edhe ndërlidhja me 3 shtete të tjera, kështu që dogana e Kapshicës është dogana e tretë pas doganës së Durrësit dhe doganës së Kakavisë. Dhe lidh jo vetëm gjithë Juglindjen e Shqipërisë në një qytet tepër të rëndësishëm, nëse jemi ne nga ajo zonë, po është. Sidomos kalimi i mjeteve të rënda. Dhe kalimi i mjeteve të rënda lidh me Maqedoninë me 2 dogana të tjera. Korridori 8 pra, është korridori 8. Kështu që via Ignatia që pas se ka dhe një diskutim tjetër që po sabotohet korridori 8 për 10-ën. Po, kjo është temë tjetër. Do ta diskutojmë një ditë. Jo, Muharremi nuk sabotohet. Nuk sabotohet. Është sigurt. Jo, është projekt strategjik. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare, do të rikthehemi pas pak e do të flasim për mbrojtjen e shtuar tashmë të punonjësve të drejtësisë. Çfarë ka ndodhur, çfarë vendimesh janë marrë, sa truproja janë shtuar njërit e sa tjetrit, vim dhe diskutojmë në pjesën e dytë.